Zakonisht kur përgatisim ëmbëlsira me sherbet, është mirë që të parën ta përgatisim sherbetin. Për këtë recetë do të kemi nevojë për 800 gram sheqer. Në 800 gram sheqer duhet që të shtojmë 1 litër me ujë. Gjithmonë para se ta vendosim sherbetin në sirje, është mirë që ta përzijem një herë që sheqeri të tretet pak te uji. Në këtë mënyrë do ta ruajmë ngjyrën e bukur të sherbetit. I kërkoj pak ndjesë për zërin tim, këtë ditë jam pak e sëmur. Tani vazhdojmë në zjerje. Do ta zjem sherbetin fiks për 10 minuta. Tani vazhdojmë me prumin e revanis. Kujdesi më i madh që duhet të bëni kur përgatitni revani është tek vezët. Duhet që ti kontrolloni. Gjitha vezët duhet që t'ju qëndrojnë kështu top, që mos jetë asnjëna e prishur. Në këtë mënyrë do t'ju del pandishpanja dhe brumi aq më i mirë. Gjithashtu, vezët duhet të jenë në ambient dhume, jo direkt nga frigoriferi, dikun më spaku 2 orë. Masat që po i përdor unë për këtë revani janë 10 vezë. Tani do të marrim një enë të madhe, por të madhe që të kemi vend ku ta përgatisim mirë brumin. Dhe vezët i shtojmë gjitha këtu tek ena. Tani tek vezët vazhdojmë që ta shtojmë sheqerin. Për 10 vezë duhet shtoni 10 lugë gjelle me sheqer. Pra bëni kujdes gjitha masat t'i shtoni ashtu si po i paraqesu në video. Dhe tani përzierja. Duhet që t'i përzijem mirë vezët dhe sheqerin derisa të trafishohet e gjithë masa që i kemi shtuar. Pra me mikser në shpejtësinë maksimale, më spaku 10 minuta. Duhet ta përzijeni derisa të formohet një masë kështu e trosh dhe siç u thash në fillim, derisa masa të trefishohet në volum. Tani marrim një enë më të vogël dhe aty e bëjmë gati miellin. Në total miell do të përdorim 10 lugë gjelle. Të mielli do të shtojmë një pako pluhur për ëmbëlsira. Pluhur për pjekje. E përzijem lehtë. Pasi kemi bërë gati miellin, tek vezët e rrahura mirë, vazhdojmë një herë që ta shtojmë vajin. Vaj në total do të shtojmë 10 lugë gjelle. Pra gjithçka është me 10. Vazhdojmë tani e shtojmë edhe miellin dhe tani në përzijem me dorë. Bëjmë kujdes tek përzierja. Duhet ta përzijeni gjithmonë vetëm në njërin anë. Pra, kështu si akripat e orës. Përzijim mirë derisa të vrejmë që nuk na kanë mbetur trupa nga mielli. Pra, ajo është kryesorja për revanin. Përzijeni nga fundi lart. Tani nuk duhet ta përdorni mikserin, vetëm me dorë kështu. Tani marrim një tepsi me dimensione 40 me 30 cm. Poshtë tepsisë kam shtruar pak vaj. Vazhdojmë këtu që ta shtojmë tani brumin. Tani që e kemi shtruar brumin në tepsi, do të bëjmë kështu disa herë, derisa na dalin fluska në sipërfaqe. Dhe tani edhe një tjetër moment kritik për revanin është pjekja. Fura është e parangrohur mirë në 220 gradë. Do të vazhdojmë që ta pjekim ashtu në furë të parangrohur dikon për afërsisht 25 deri në 30 minuta. Edhe pasi që të pjeket revania, nuk guxoni që ta hapni derën. Do ta ndalni furën dhe do të lejoni që në furë të ndalur të qëndroj edhe 10 deri në 15 minuta tjera dhe pastaj do ta largoni. Revania është pjekur dhe është gati. Lejojmë të ftofet edhe 10 minuta tjera. Sherbeti është zier, gjithashtu është duke u ftofur dhe mund ta vreni se sa bukur që e ka ruajtur të fryrën revania. Tani që është ftofur dikon për 10 minuta, vazhdojmë që ta prejmë revanin
në copëza katrore. Tani shërbetin e vakët e shtojmë sipër revanisë së vakët. Pra që të dyja duhet janë të vakta. Dhe po e breni me njerë se si po e tërhek revania shërbetin brenda. Gjithë shka që duhet bëjmë tani është që të presim që revania të ftofet. Mos praku 3 deri në 4 orë dhe pastaj është e gatshme edhe për ta shërbyer. Shpresoj që ta provoni edhe ju këtë revani të mrekullueshme dhe ta shijoni me familjen e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.